Në zemër të pyllit të dendur, ku nuk hynin as rojet e mbretit, qëndronte një kasolje e vogël, por jashtëzakonisht e fortë. Këtu jetonte Zerbino, një drovar i ri, i fuqishëm, me një fytyrë të ashpër, të rrahur nga era dhe një natyrë shumë të heshtur. Ai qëllimisht i shmangte njerëzit, duke e gjetur thellësisht të pakëndshme zhurmën e tyre të pafundme, zhurmën e lartë dhe bisedat boshe. Paqen e tij të vërtetë i riu e gjeti në këtë pyll të pakalueshëm, larg rrugëve me pluhur dhe fshatrave të zhurmshëm. Natyra e tij e ashpër e vetmuar nuk ishte as pak ligësi, por një zgjedhje e vetëdijshme e vetmisë. Të vetmit miq të vërtet të druvarit u bën pemët shekulore, me të cilat ai zhvillonte bizeda mendore dhe kafshët e pyllit. Ata nuk kishin as pak frikë nga njeriu, duke ndjer instinktivisht forcën e tij të qetë. Ai fliste gjuhën e sëpatës dhe të heshtjes, dhe kjo gjuhë kuptohej nga pylli shumë më mirë se çdo fjalë njerëzore. Një ditë e zakonshme, puna e Zerbinos filloi me ritmin e tij të zakonshëm të matur. Ai me këmbëngulje hapte rrugën dhe sëpata e tij e rëndë me fuqi dhe në mënyrë ritmike gërjente drurin kokfort. Pa pritmas, trungjet e trash u hapën, duke zbuluar papritur një lëndin pylli të larë nga dielli i shtritshëm. Atje, në një shtrat me myshk të ngrohtë dhe të butë, flinte e qetë një vajzë e bukur me rroba të lehta jeshile. Druvari ngriu në vend, i mahnitur plotësisht nga bukuria e saj e mbinatyrshme. Por në të njëjtin moment, ai vuri re rrezikun vdekjeprurës. Nga bari i lartë, drejt të panjohurës që po flinte, po zvarritej pa zhurmë një gjarpër i madh, i zi e helmues, tashmë i gatshëm për kafshimin vdekjeprurës. Pa u menduar asnjë sekond të vetme, pa britmën dhe paralajmërimin më të vogël, Zerbino bëri një kërcim të shpejtë. Me një goditje rrufe, jashtëzakonisht të saktë, ai e preu gjarprin më dysh, duke e shpëtuar vajzën nga vdekja e sigurt. Sëpata e tij, e mësuar me rezistencën e heshtur të drurit, në këtë moment u përklas pa hezitim mbi të keqen e gjallë dhe rrëshqitse, duke mbrojtur bukurinë që ai e shihte për herë të parë në jetën e tij. Nga zhurma e fortë, zana e bukur u zgjua. Ajo hapi sytë dhe pa druvarin që e shpëtoi dhe gjarprin e vrarë. Vajza u ngrit lehtësisht dhe rreth saj filloi të rrezatonte një dritë e butë. Ti më shpëtove, njeri i ashpër, tha ajo, dhe zëri i saj tingëlloi si gurgulima e një përroj. Ti nuk e dije se kush isha unë, dhe nuk kërkove shpërblim. Për zemrën tënde fisnike dhe të pastër, unë të dhuroj fuqinë më të madhe. Ajo shqiptoi solemnisht magjin, që tani e tutje dhe përgjithmonë, çdo dëshirë e jotja, çdo fjalë e thënë me ndjenjë në zemër, do të plotësohet menjëherë. E gjithë bota do t'i nështrohet vullnetit tënd. Me këto fjalë, ajo u tret në ajrin e pastër, si një mjegull e lehtë e mëngjesit. Ajo nuk i dha atij asar, as një shpat të mprethët, duke i falur vetë pëlhurën e krijimit, që ai të mund ta priste fatin e tij sipas dëshirës së vet. Zerbino mbeti vetëm në lëndin. Ai vendosi me vendosmëri se e gjithë kjo ishte një ëndër, ose thjesht i ishte dukur nga lodhja. Mrekuli, mërmëriti ai nën hund. E vetmja mrekuli është kur puna e bën vetë veten. Ai përsëri mori spatën e tij të rëndë, duke vazhduar me këmbëngulje të priste pemë.
Në mbrëmje, i lodhur për vdekje, ai shikoi mjetin dhe me inat tha me zë të lartë: sikur të prisje vetë pa duart e mia." Në të njëjtin moment, spata fluturoi nga duart e tij të dobësuara, u ngrit në ajër dhe vetë, me një shpejtësi dhe saktësi të pabesueshme, filloi të pliste pemët, duke i rrëzuar njëra pas tjetrës. Zerbino ngriu në habi me gojen hapur, dhe fjala e tij e lodhur, e acaruar, e hedhur në zbrazdi, befas moli peshë dhe forcë, duke u shndëruar në një druvar të padukshëm, të palodhur. I mahnitur, Zerbino qëndroi për një kohë të gjatë në vend dhe shikonte i magjepsur se si sapata e tij punonte krejtësisht vetë. Kur në lëndinën e pyllit u rrit një mal i tërë me dru të prera me kujdes, druvari vendosi me ndrojtje të bënte eksperimentin e radhës. Ai e drejtoi shikimin tek një grumbull degësh të shpërndara dhe tha me pasiguri: "E po, deg, lidhuni vetë në një deng." Në të njëjtin moment, degët, si gjarpërin të shkathët të gjallë, u gëshetuan vetë me shkathësi në një deng të rregullt, jashtëzakonisht të shtrënguar me shkarpa. Zerbino u afrua me kujdes dhe preku lëvoren e ashpër për të bindur përfundimisht se kjo nuk ishte një ëndër e mrekullueshme. Puna e rëndë, e cila ishte gjithë jeta e tij, u kthye befas në një lojë të lehtë, ku mjaftonte vetëm një fjalë që malet të lëviznin. Ai filloi të kuptonte qartë se jeta e tij e zakonshme nuk do të ishte kurrë më e njëjta. Puna ishte bërë, por para Zerbinos u shfaq një problem i ri. Ai shikonte i hutuar dengun e madh të shkarpave, të cilin ai nuk mund ta ngrinte as për një javë. Druvari mendonte me trishtim se si ta tërhiqte këtë mal me dru në qytetin e Salernos për ta shitur. I riu i lodhur u ul rënd mbi deg dhe në inat e sipër mërmëriti: sikur t'ishe një kal, do të më mbaje vetë." Në të njëjtin moment, dengu u gjallërua papritur. Ai kërceu papritur dhe Zerbino mezi arriti të mbahej në atë. Bloku i madh i drurit u kthye në diçka të ngjashme me një kal të egër, të papërmbajtshëm, i cili u ngrit me shpejtësi në këmbët e pasme dhe u lëshua me vrull përpara. Duke u kapur pas degëve të dala, druvari i habitur u gjend i hipur mbi të. Kështu, rënkimi i tij i lodhur u bë një magji, dhe dengu i druve, i destinuar për vatrën e dikujt tjetër, u zhdërua në kalin e tij, kalin më të çuditshëm në botë. Zerbino, sikur të ishte mbi një mustang të pazbutur, nxitonte me tërbim nëpër rrugën e pyllit, hipur mbi dengun kërqyes të shkarpave. Druvari përpiqej dëshpërimisht të drejtonte kalin e drurit. Ai tërhiqte me të gjitha forcat degët e dala dhe bërtiste, por dengu kokfort nuk i bindej as pak. Ai vraponte aty ku i donte qefi, duke kapërcyer me lehtësi, shkure dhe përrenj. I riu mezi mbahej, flokët i ishin shprishur dhe rrobat i ishin buduar plotësisht me ashkla. Zerbino donte vetëm të arrinte në qytet, por mori një kalërin të egër dhe të pakontrollueshëm. Në këtë moment, ai e kuptoi. Dhurata e tij ishte e fuqishme, por edhe shumë e rrezikshme nëse nuk mendonte para se të dëshironte. Ai vraponte në përpyll jo si një kalorës, por si një rob i dëshirës së tij. Dhe kali i tij, i bërë nga degët, nuk njihte as fre, as frikë. Më në fund, dengu i egër dhe i pakontrollueshëm, me një zhurmë shurdhuese, fluturon në portat e gurta të qytetit të Salernos. Qytetarët,
të cilët po merreshin në paqe me punët e tyre të përditshme, në një habi absolute, hapi në rrugën me nxitim para kësaj mrekullie të papar. Në rrugët e ngushta, shpërthen me njëherë një rrëmuje pabesueshme. Tregtarët e hutuar lëshojnë mallrat e çmuara, gratë pshërtin me zë të lartë, dhe rojet e ashpra ngrinë në vend me gojë hapur. Fëmijët vendas vrapojnë pas kalorësit të pazakont me thirrje entuziaste. Qënt e oboreve lehin të friksuar duke u fshehur nën karroca që kërcasin. I gjithë qyteti ngrihet në këmbë. Njerëzit lënë punën e rëndësishme dhe nxitojnë të shohin druvarin hipur mbi një deng të gjallë drush. Kështu, druvari i heshtur dhe i vetmuar, i cili gjithë jetën e tij kishte shmangur vëmendjes, në një moment u bë qendra e vëmendjes së gjithë qytetit, duke hyrë në të me një kal nga një absurditet i pastër. Pikrisht në këtë kohë, kur poshtë në sheshin e zhumshëm mbretëronte një rrëmuje pabesueshme, në balkonin e lartë prej gurit të palatit mbretëror, qëndronte prinqesha e bukur Aleli. Ajo ishte çuditërisht e bukur, si një lule e freskët e mëngjesit, por në fytyrën e saj kishte ngrirë një shprehje mërzie teke. Vajza krenare kishte refuzuar të gjithë dhëndurët më fisnik dhe përallorisht të pasur të mbretërisë, duke gjetur çdo herë tetani e met të re. E gjithë jeta e saj ishte një varg i pafund ballosh, veshjesh luksoze dhe bisedash boshe, dhe e gjithë kjo e kishte mërzitur për vdekje. Prinqesha lëngonte me trishtim në kafazinë e saj të artë të mrekullueshëm. Ditët e saj ishin thurur nga mëndafshi dhe mërzia, dhe ajo, që kishte refuzuar princat, thellë në shpirt ëndronte vetëm për një gjë, që në botën e saj të parashikueshme të ndoste diçka krejtësisht e re dhe vërtet interesante. Zhurma e pabesueshme në sheshin e qytetit tërhoqi vëmendjen e prinqeshës. Aleli e uli vështrimin poshtë me dembelizëm për të parë shkakun e zhurmës. Dhe papritur, fytyra e saj e bukur, por gjithmonë indiferente, u ndriqua. Ajo, pa një pamje krejtësisht qesharake, një druvar i ndotur dhe i shprishur shumë, po përpiqej në mënyrë të ngathët dhe të dëshpëruar të mbahej hipur mbi një deng shkarpash të dhata, që po hidhej si i çmendur. Kjo skene gjallë ju duk kaq komike dhe absurde sa ajo thjesht nuk mund të përmbahej. Vajza krenare shpërtheu papritmas në një të qeshur të zhurmshme, të pastër, por pak tallse, e cila si një zile e kristalt argjendi u përhap lehtësisht mbi të gjithë sheshin. Prinqesha qeshi për herë të parë pas shumë javësh. Ajo qeshi sinqerisht dhe plotësisht nga zemra. Dhe e qeshura e saj, e lindur nga mërzia dhe befasia, fluturoi poshtë si një shigjet argjendi, pa e ditur se ishte destinuar të godiste zemrën më të ngrysur dhe krenare në atë qytet. Zerbino, i cili gjithë jetën kishte shmangur me kujdes njerëzit dhe talljet e tyre, e dëgjoi qartë këtë të qeshur kumbuese, drejtuar drejt për drejt atij. Zemra e tij e ngrysur, e mësuar me heshtjen, u tërbua menjëherë. Druvari i ashpër nuk ishte mësuar as pak me një poshtërim kaq publik dhe mizor. Ai ngriti ashpër kokën dhe pa në balkonin e lartë prinqeshën e bukur, e cila haptazi po argëtohej me të. Në zemërim të verbër, pa menduar për pasojat, i riu mërmëriti nën hund, duke futur në fjalë gjithë fyerjen ndjekse. Qesh mendje madh, uroj të biesh në dashuri me mua marrëzisht, që të mos njohësh paqe as ditë, as natë, derisa të bëhesh gruaja ime. Kjo nuk ishte një magji e menduar mirë,
por thjesht një malkim i hedhur në gjak e sipër, i mbështetur nga forca e dhuratës së tij. Dhe fjala e tij e zemruar që i doli nga buzët, fluturoi drejt balkonit më shpejt se çdo shigjet, dhe ajo ishte një shigjet e helmuar me magji, për të cilën nuk kishte kundërhelm. Magjia funksionoi në të njëjtin moment. E qeshura kumbuese ngriu në buzët e prinqeshës. Vështrimi i saj i ftohtë ndryshoi sasnjëherë. Tadhja arrogante u zëvendësua menjëherë nga një adhurim i pakufishëm dhe një butësi drithëruese. Aleli e shikonte druvarin e ndotur hipur mbi dengun qesharëk të shkarpave, tashmë me sy krejtësisht të tjerë. Tani ai dukej ka dhorësi më i bukur, i guximshëm dhe fisnik në të gjithë botën. E habitur nga një ndjenjë e papritur, vajza i shtrëngoi fort duart në zemrën që po rrihte dhe pa thënë asnjë fjalë të vetme, u largua me vrap nga balkoni në dhomat e saj, për t'i njoftuar menjëherë babait fatin e saj. Zerbino, duke parë këtë ndryshim të çuditshëm, nuk kuptoi asgjë dhe vetëm ngriti supet me indiferencë. Kështu, mallkimi i lindur nga inati u kthye në një magji dashurie, dhe zemra e prinqeshës, e cila ishte mbyllur për princat, u hap plotësisht para një druvari të thjeshtë. Prinqesha Aleli, duke rrezatuar nga lumturia, vrapon me shpejtësi në sallën e mrekullueshme të fronit, ku ishte ullur babai i saj, mbreti. Ajo bie në këmbët e tij dhe njofton me entuziazëm se ka gjetur dashurinë e saj të vetme dhe të vërtetë. Mbreti buzëqesh i gëzuar, duke menduar me naivitet se vajza tekanjoze më në fund ka zgjedhur një nga dhëndurët fisnik. Por prinqesha deklaron me zjarr se i zgjedhuri i saj është pikërisht ai druvari i çuditshëm, i cili sapo kishte kaluar në mënyrë qesharake në përsheshin e qytetit, mbi një deng të gjallë shkarpash. Vajza pohon me vendosmëri. Ajo do të martohet vetëm me të dhe me asnjë tjetër. Nga tani e tutje, zemra e saj i përket atij përgjithmonë. Ajo fliste për druvarin e ndotur me një frymëmarrje kaq të butë, me të cilën poetët flasin për yjet, dhe mbreti kuptoi me tmerr se vajza e tij ishte goditur nga smundja më e tmerrshme dhe absurde, dashuria e çmendur. Në fillim, mbreti mendoi se e bija thjesht po bënte një shaka të keqe, por duke parë sytë e saj serioz që digjeshin nga një dashuri e çmendur, ai ra në një tërbin të papërshkrueshëm. Sundintari bërtiti me inat se kjo zgjedhje absurde ishte një turp i pashlieshëm për gjithë prejardin e tyre të lashtë. Fillimisht, ai u përpoq ta binte me ëmbëlsi vajzën kokfort, duke i premtuar bujarisht si burra çfarëdo princa të huaj dhe mbretër të fuqishëm. Duke kuptuar kotësinë e bindjeve, monarku kaloi në kërcënime të ashpra, duke u betuar se do ta mbyllte vajzën e tij të pabindur përgjithmonë në kullën më të errët, deri në fund të ditëve të saj. Por prinqesha e bukur mbeti absolutisht e palkundur. Ajo ju përgjigj me një qetësi të habitshme, se ishte e gatshme të përballonte çdo mundim të tmerrshëm, por nuk do të hiqte dorë kurrë nga druvari i saj i dashur. Zemrimi i tij thyhej në murin e dashurisë së saj magjike, ashtu si valet e detit thyhen në një shkëmb. Ai bënte zhurmë dhe shkumonte, por nuk mund ta lvizte atë as edhe një centimetër. Duke kuptuar se e bija nuk ishte në vete, mbreti i tërbuar vendos të eliminojë menjëherë shkakun e çmendurisë së saj të frikshme. Ai u jep rojeve një urdhër të ashpër, të gjejnë shpejt në tregun e qytetit dhe të sjellin në palat atë druvarin e paqip. Rojeti armatosura e gjejnë Zerbinon, pikrisht në momentin kur ai, pasi kishte shitur me sukses të gjitha drut e tij, po përgatitej të kthehej me një lehtësinë të madh në pyllin e tij të lindjes, të qetë.
I riu nuk dyshon asgjë dhe nuk kupton as pak pse po e kapin papritur. Ato e lidhin brutalisht me zinqir dhe për habin e tij të plot e hedhin në biruçën më të thellë dhe më të errët të palatit. Kështu ai, i cili gjithë jetën kishte ikur nga njerëzit, u tërhoq me forcë në thelbinë e pasioneve të tyre dhe u bë rob, jo i rojeve të mbretit, por i dëshirës së tij që i doli nga gjua. Por edhe arrestimi i Zerbinos nuk ndihmon. Prinqesha deklaron me kokë forci se nëse i dashurisë saj lëngo në burg, atëherë edhe ajo do të jetojë atje. Më në fund, i çmendur nga tërbimi dhe turpi, mbreti jep dënimin e tij më mizor. Ai urdhëron marangozët e palatit që të marrin menjëherë një varg të vjetër peshkimi me vrima. Monarku i pamshirshëm urdhëron që të fusin në të vajzën e tij të lindur, prinçeshën Aleli, dhe Zerbinon, i cili nuk po kuptonte absolutisht asgjë. Pastaj ai jep një urdhër të tmeshëm, t'i çojnë ata me anije në det të hapur, sa më larg bregut, dhe t'i lën atje për një vdekje të sigurt, në mshirën e valve dhe të errave. Ai vendosi që më mirë ta gëltis deti turpin e tij, sesa ta shohë atë çdo ditë në palatin e tij, dhe dashuria e tij atërore në atë moment u mbyt në krenarinë e tij mbretërore. Dënimi mizor i mbretit u zbatua. Zerbino dhe prinçesha e bukur Aleli u gjendën krejtësisht vetëm në një varg të vogël dhe të dobët në mes të detit të stuhishëm e të pafund. Varka e tyre e vjetër dhe e kalbur mori shpejt ujë. Valte mëdha gri dhe era e ftohtë e ashpër kërcënonin çdo sekond ta përmbysnin ose ta fundosnin atë plotësisht. Bregu i largët ishte zhdukur prej kohësh nga sytë. Rreth fatkeqve shtrihej vetëm një humner e errët e ftohtë dhe një qiell i pamshirshëm gri. Zerbino, si gjithmonë i ngrysur dhe i heshtur si zakonisht, përpiqej dëshpërimisht me forcat e tij të fundit të nxirrte ujin e akullt, duke kuptuar me hidhrim kotësinë e plotë të përpjekjeve të tij. Ata ishin hedhur mizorisht në djepin e stujës, dhe çdo valë që ngrinte varkën e tyre të dobët ishte vetëm një goditje para se ta coptonte atë përgjithmonë në thelësitë e detit. Zerbino me një pritshmëri të zymt mendonte se prinçesha do të fillonte të qante me hidhrim, të dridhej nga frika dhe ta qortonte atë. Por Aleli nuk derdhi asnjë lot. E lagur deri në kock dhe e zbehtë si vdekja, ajo qëndronte e ulur në heshtje përballë, duke e parë druvarin me një dashuri të qetë e të pakufishme dhe me besim absolut. Në vështrimin e saj nuk ishte as frikë, as qortim. Dhe atëherë Zerbino papritmas kuptoi gjithçka. Ai e kuptoi se kjo dashuri e çmendur ishte vepër e duarve të tij, rezultat mizor i një dëshire të pakujdesshme e të zemruar. Ai e pa qartë se në çfarë vdekje të tmerrshme kishte dënuar një vajzë të pafajshme për shkak të krenarisë së tij. Për herë të parë, ai nuk ndjeu inat, por një turp të djegshëm dhe pendim. Në sytë e saj, ai priste të shihte reflektimin e malkimit të tij, por pa vetëm reflektimin e forcës së tij, dhe ky vështrim plot dashuri i dogji zemrën e tij të ftohtë më shumë se gjithë. Pasi kuptoi fajin e tij të rënd, Zerbino e kupton qartë se tani pikërisht ai e ka për detyrë të shpëtojë jetën e tyre. Në gjoksin e tij zgjohet një përgjegjësi e vërtetë. I riu hedh përgjithmonë kovën, pushon së nxjerrë ujin dhe ngrihet me vendosmëri në të gjithë shtatin e tij të fuqishëm drejtë në varkën që lëkundej. Ai shikon pa frikë detin e stuhishëm. Në zërin e tij të ashpër
Nuk ka më as zemërim të verbër, as inat të lodhur. Ka mbetur vetëm një vullnet i palëkundur, i çelikt. Ai, me zë të lartë dhe autoritar, si një sundimtar i vërtet, thot dëshirën e tij të parë të vetëdijshme. Unë dëshiroj që kjo vark e vrimosur dhe e dobët të kthehet menjëherë në një anije me vela të mrekullueshme, të fortë dhe të sigurt, e cila vetë, pa timon dhe pa vela, do të na çojë në një ishull të qetë dhe të bukur, ku ne do të jemi të sigurt. Dhe fjala e tij, e cila më parë ishte vetëm një pasqyrim i zemërimit të tij, tani u bë një cëkiç i fuqishëm që farkëtonte fatin e tyre. Dhe me këtë cëkiç, ai goditi me siguri mbi kudhërën e vet stuhis. Në të njëjtin moment, kur Zerbino tha dëshirën e tij autoritare, ndodhi një mrekulli e pabesueshme. Dërasat e vjetra, të kalbura të varkës, pikërisht para syve të prinqeshës së habitur, filluan të rriteshin me shpejtësi, të drejtoheshin dhe të shndërroheshin në anë të lmuara, të dhëndura me mjeshtëri. Nga vetë fundi, u rrit papritur një direk i lartë dhe i fortë, dhe vela e mjerë e grisur u kthye shpejt në një pëllhur të madhe të bardhë si bora, e cila u mbush menjëherë me një erë të freskët të favorshme. Varka e dobët, në mënyrë të mrekullueshme, u bë një anije luksoze dhe e fortë. Stuhia vdekjeprurëse rreth tyre u qetësua menjëherë dhe pa lënë gjurmë. Anija e mrekullueshme me vela rrëshqiti pa probleme mbi valët e qetësuara, duke u drejtuar me siguri drejt ishullit të gjelbër që dukej në horizont. Aleli e shikonte Zerbinon me një admirim të pafshehur, të thellë dhe të sinqert. Kështu, në mes të kaosit zhurmues, ai me forcën e vullnetit të tij krijoi një ishull rregulli dhe sigurie, dhe arka e tyre, e lindur nga dëshprimi, lundroi drejt tokës së premtuar. Anija magjike ankorohet pa probleme në bregun mikpritës. Ishulli shfaqet para tyre në të gjithë bukurinë e tij të pacnuar. Rërë e pastër e bardhë, gjelbrimi dendur pyjesh dhe uji i pastër i kaltër në një lagum të qetë. Por ai është krejtësisht i shkret dhe i pabanuar. Këtu nuk ka as gjurmën më të vogël të njeriut, as një lloj banese modeste, as edhe një shteg të ngushtë. Zerbino dhe prinqesha Aleli zbresin në breg me një lehtësim të madh dhe të sinqert. Heshtja e thellë e ishullit të pabanuar, e prishur vetëm nga spërkatja e butë e valve të qeta, bën një kontrast të habitshëm me stuhinë e pamshirshme që ata sapo kishin përjetuar. Tani ata ndodhen në një siguri të plotë dhe të pathyeshme. Ky breg ishte bosh, si një libër i palequar, dhe vetëm era përshpëriste në gjethe, duke pritur që në faqet e tij të hidheshin fjalët e para të historisë së tyre të re. Zerbino shikon me kujdes përreth. Ai e kupton qartë se natyra e egër nuk është as pak e përshtatshme për një vajzë të brisht. Nuk e ku të jetosh, prinqesha ime, thot ai ashpër, por me një kujdes të fshehur. I riu ngre dorën me autoritet dhe si një krijues i vërtet, thot dëshirën e tij të dytë të madhe. Unë dëshiroj që në këtë vend, në këtë breg të zbrazët, të ngrihet menjëherë një palat, 100 herë më i bukur, më i gjerë dhe më i pasur se kështjella e babait tënd. Në të njëjtin moment, toka dridhet lehtë. Pikrisht para syve të tyre, nga rëra dhe guri, fillojnë të rriten me shpejtësi kolona elegante, shkallë të gjera dhe maja të larta. Mermeri i bardhë shkëlqen në diel, catit e arta të verbojnë syt. Bregu i shkret në një moment kthehet në një mrekulli të pabesueshme arkitekturore.
një rezidencë denjë për perandor. Dhe me një fjalë të tij, guriu rreshtua me bindje në kolona, dhe mermeri lulëzoi me modele, duke ngritur një monument jo për forcën e armëve, por për forcën e dëshirës për të mbrojtur. Por palati i madh prej mermeri në mes të pyllit të egër, duke i shumë i ftohtë. Zerbino e kuptoi shpejt këtë. Ai hodhi vështrimin në rrotull dhe tha me siguri dëshirën e radhës. Unë dëshiroj që rreth këtij palati të mrekullueshëm të shtrihen kopshtet më luksoze që ka njohur ndonjëherë bota. Në një çast, shkuret e Thatau tërhoqën me bindje. Rreth e rrotull u rritën me shpejtësi rrugjica me hije nga pemët frutore, degët e të cilave përkuleshin në rënd nga frutat e pjekura. Toka u mbulua me një tapet të dendur, lulesh të çuditshme dhe aromatike të gjitha nuancave të imagjinueshme. Nga kupat prej mermeri, me një gurgullin të gëzuar, shpërthyen shatërvan kumbues me ujë të freskët. Në degët e gjelbra u shfaqën zogsh të padukshëm, këngët e mrekullueshme të cilëve mbushën kopshtin me muzikë të bukur. Palati tani ishte i rrethuar nga një qoshe e vërtet parajse, dhe natyra e egër e nënshtruar ndaj zërit të tij u hap, duke i lënë vendin artit dhe kopshti lulëzoi aq ndritshëm sikur po përpiqej të eklipsonte me bukurinë e tij vet dielin. Palati dhe kopshti ishin pafundësisht të bukur, por ende krejtësisht të zbrazët. Zerbino thotë dëshirën e tij të fundit për jetën e tyre të re. Unë dëshiroj që në këtë palat të shfaqen shërbëtor të padukshëm dhe të shkathët, të cilët do të plotësojnë çdo dëshirë të prinqeshës. Do të përgatisin ushqime të shkëlqyera dhe do të luajnë muzikë të butë. Në një moment, para tyre shfaqen tavolina, të shtruara bujarisht me ushqimet më të mira. Dyert e larta hapen vetë, dhe duar të padukshme i sjellin prinqeshës skupa me verë të freskët. Ata gjenden në një parajsë absolute, të krijuar nga vullneti i tij, ku nuk ka nevojë të kujdesen për asgjë, përveç se për njëri tjetrin. Kështu, larg botës, ai krijoi për të botën e tij, ku nuk kishte as nevojë, as frikë, por vetëm një kujdes i padukshëm dhe luks, i lindur vetëm nga një fjalë e tij. Filloi jeta e tyre në ishullin magjik. Ditët kalonin të qeta, si një lum i heshtur në rrezet e dielit të verës. Ata kishin absolutisht gjithçka që mund të ndëronte një i vdekshëm. Rroba luksoze mëndafshi që shfaqeshin vetë në dëshirën e parë. Pjatat më të shkëlqyera në tabaka të arta. Muzikë e bukur që luhej në mënyrë të padukshme drejt për drejt në ajrin e mbushur me aroma. Prinqesha Aleli ishte thellësisht dhe sinqerisht e lumtur. Atë nuk i rëndonte as pak mërgjimi mizor, sepse ajo, më në fund, ishte pranë atij që e donte me gjithë zemër. Për të, ky ishull i largët u bë një parajsë e vërtet, ku të gjitha ëndrat e saj më të shtrenjta u realizuan në mënyrë të mrekullueshme. Për të, ky pallat prej mermeri ishte më i ngrohtë se shtëpia më e thjeshtë prej druri, sepse çdo gur i tij ishte ngrohur nga prania e atij që ajo donte. Në sfondin e këtij luksire xatues, spikaste veçanërisht ashpër vetë Zerbino. Pavarësisht nga e gjithë pasuria dhe mrekullitë të krijuara nga vetë fjala e tij, ai mbeti krejtësisht i njëjtë, një druvar i ashpër, i ngrysur dhe i heshtur si zakonisht. I riu nuk dinte as pak se si të silej në këtë parajsë. Ai u lei pa lëvizur për orë të tëra në breg të detit, duke parë në distancë ose ende i pa qëllim në vetmi të plot në për kopshtet luksoze, pa i kushtuar vëmendje këngës së zogjve. Zerbino me forcën e vullnetit të tij kishte krijuar për të këtë cep të përsosur parajse, por vetë
nuk mund të gjente as pak qetësi shpirtërore në atë. Zemra e tij ishte ende mbuluar në mënyrë të sigurt me një shtresë të trashë akulli, dhe ai thjesht nuk dinte t'i përgjigjej dashurisë së zjarrt të prinçeshës. Ai ishte krijuesi i kësaj madhështie, por ndihej si i huaj në atë, si një ari i ashpër që ka humbur rrugën në rastësisht në një ser të mbushur me orkide të brishta. Prinçesha Aleli, duke parë ftohtësinë dhe distancimin e vazhdueshëm të Zerbinos, fillon të vuajë thellësisht nga shurdhëria e tij shpirtërore. Dashuria e saj e pakufishme përplaset her pas here në murin e shurdhër prej gurit të zëmtësisë së tij të ngrysur. Ajo përpiqet sinqerisht të flasë me të, ta gëzojë me ëmbëlsi, por druvari i përgjigjet vetëm me një fjalë dhe mbyllet përsëri në vetvete. Një mbrëmje të qetë, Zerbino e gjen vajzën në cepin më të bukur të kopshtit magjik. Aleli është ulur pranë shatërvanit prej mermerit të bardhë dhe qan me hidhrim. Lotët e saj transparent, duke rënë qetësisht në ujë, duken më të vërtet dhe më të çmuar se të gjithë diamantet vezullues në palatin e tyre të madh. Zerbino, i cili kur më parë nuk ishte menduar për ndjenjat e të tjerëve, befas ndjen një shpim të papritur shqetësimi. Ai afrohet ngadalë tek ajo. Në botën ku me një fjalë shfaqeshin kështjella dhe kopshte, nuk ishte asnjë magji të aftë të silte një buzëqeshje të thjesht njerëzore në fytyrën e tij të ashpër. Zerbino ndalet pranë Alelit që po qante. Me zërin e tij të ashpër, të pamësuar me butësinë, ai pyet i hutuar. Çfarë të mungon tjetër? A nuk është mjaft i mirë ky palat? A nuk përpiqen mjaftueshëm shërbëtorët? Aleli ngre sytë e përlotur drejt tij. Un kam gjithçka, Zerbino, përgjigjet ajo, dhe zëri i saj dridhet nga dhimbja. Un kam të gjitha pasuritë e botës, përveç njërës. Un nuk kam zemrën tënde. Ti më dhe një palat, por nuk më dhe dashurinë tënde. Këto fjalë të thjeshta, plot dhimbje, e godasin druvarin si zhufe. Për herë të parë, ai e kupton me të vërtetë se dhurata e tij e plot fuqishme është e aftë të krijojë materie, por është e pafuqishme të krijojë lumturi. Parzmorja e ashpërsisë së tij pëson një të qarë. Dhe fjalët e saj, të thëna me slotëve, goditën murin më të fortë në këtë botë, murin e indiferencës së tij të akult, duke e bërë atë të dridhet. Fjalët e prinçeshës nuk i jepnin qetësi Zerbinos. Gjithë natën, ai nuk mundi të mbyllte sytë. Duke lënë palatin luksoz, i riu u end në vetmi të plot në përbregun e shkret të detit në ndritën e ftohtë të hënës. Ai mendoi thellë për jetën e tij, duke kuptuar qartë se gjithmonë ishte izoluar nga njerëzit, nga frika e talljeve dhe e dhimbjes së tyre shpirtërore. Zëmtësia e tij e zakonshme dhe natyra e tij e vetmuar i kishin shërbyer për dekada si një parzmore e padepërtueshme. Por tani kjo mbrojtje e rëndë po mbyste në mënyrë të pashmangshme jo vetëm atë, por edhe atë vajzë të bukur, e cila kishte sakrifikuar gjithçka për të. Druvari e kuptoi se ashpërsia e tij ishte gjithashtu një malkim që ai ja kishte vënë vetes. Ai kishte frikë të hapej, kishte frikë të bëhej i cenueshëm dhe t'i besonte tjetrit. Ai qëndronte para detit, i cili me fjalën e tij mund të bëhej tokë, dhe kuptoi se nuk kishte pushtet vetëm mbi një oqean, oqeanin e indiferencës së tij të akult. Vjen agjimi i shumë pritur. Qili në lindje zbardhet ngadalë. Zerbino ndalet në buzë të një shkëmbi të lartë
dhe shikon me vëmendje dielin që po linte me madhështi. Në këtë orë të mëngjesit, ai merr vendimin më të rëndësishëm dhe jashtëzakonisht të vështirë në të gjithë jetën e tij. Druvari mbledh gjithë vullnetin e tij. Ai nuk dëshiron të jetë më asnjë sekond një i dëbuar dhe një i vetmuar i ashpër. I riu ngre ngadale, duart drejt qiellit të ndritshëm dhe thot dëshirën e tij më të rëndësishme, më të sinqertë. Jo për palatet e reja, jo për pasurit të palogaritshme, por për veten e tij. Unë dëshiroj, thot ai me zë të lartë, me një dridhje të pavullnetshme në zë, që zemra ime e ashpër, e shurdhër dhe e akult të shkrijë menjëherë. Unë dëshiroj të bëhemi mirë, i ndjeshëm dhe i aftë të dua me të vërtetë. Dhe kjo dëshirë e thënë jo nga krenaria apo zemrimi, por nga një nevojë e dëshpëruar për dashuri, u bë magjia më e fuqishme që kishte dalë ndonjëherë nga buzët e tij. Në të njëjtin moment, magjia e madhe e fjetur e zanës i përgjigjet thirrjes së tij të sinqertë dhe të dëshpëruar. Zerbino ndjen fizikisht një ndryshim të pabesueshëm thellë në gjoks. Sikur një blok akuli i madh i padurueshëm i rënd, që i kishte lidhur fort frymëmarrjen gjithë jetën e tij të gjatë, befas qahet me një zhurmë të madhe dhe fillon të shkrijë me shpejtësi. Në të gjithë trupin e tij përhapet menjëherë një ngrohtësi e pazakontë, përvoluese. Ai hap sytë dhe bota rreth tij duket sikur ndryshon. Druvari për herë të parë dëgjon me të vërtetë këngën e gëzueshme të zobgjve të mëngjesit. Ndjen freskinë gjallëruese të erës së detit dhe sheh bukurinë e kopshtit luksoz të cilin e kishte krijuar vetë. Bota përreth, e cila për të ishte vetëm gri dhe armiqësore, papritmas mbushet me ngjyra jashtëzakonisht të ndritshme dhe tinguj të jetës. Kështu, dieli që po linte mbi horizont, lindi edhe në shpirtin e tij, duke ndriçuar pikërisht ato koshe që prej vitesh ishin fshehur në errësirën e zëmtësisë së tij. I mbushur me ndjenja të reja të panjohura, Zerbino lëshohet me vrap drejt paladit. Ai vraponte drejt saj si një njeri që sheh dritën për herë të parë pas një verbërie të gjatë. I riu futet me vrap në kopshtin e mëngjesit dhe sheh Alelin. Ajo ende nuk ishte fjetur, duke e pritur me ankth. Prinqesha ngre kokën dhe vëre fytyrën e tij. Ajo kishte ndryshuar sa s'ngjihej. Tiparet e ashpra ishin zbutur dhe në syt, ku më parë fshihej boshëllku, tani shkëlqen një butësi e thellë, e sinqertë. Zerbino afrohet tek ajo, bie në gjunjë dhe për herë të parë përqafon jo si një shpëtimtar, por si një burr vërtet i dashëruar. "Më fal, mbretresha ime", pëshpërit ai, dhe zëri i tij tingëllon i butë dhe i ngrothë. Ai shpëtoi përgjithmonë nga ashpërsia e tij, dhe përqafimet e tij u bën për të pallati më i sigurt në këtë botë. Kalon koha. Zerbino dhe Aleli jetojnë të lumtur në një dashuri të qetë dhe në harmoni të plotë në ishullin e tyre magjik. Ndërkohë në Salerno, mbreti i vjetër nuk gjen as pak qetësi. Zemërimi kishte kaluar prej kohësh dhe në vend të tij kishte ardhur një pendim i tmerrshëm që i hante shpirtin, për faktin se ai e kishte dënuar pamëshirshëm vajzën e tij të vetme të dashur me një vdekje të sigurt. I munduar nga vuajtjet e padurueshme të ndërgjegjes, sundimtari niset në një pelegrinazh të gjatë detar për të lutur sinqerisht falje për mëkatin e tij të tmerrshëm, të pafalshëm. Po rrugës anija e tij bie papritur në një stuhi mizore, të pamëshirshme. Valët e tërbuara që ngrihen si male të mëdha gri janë gati të gëltisin përgjithmonë anijen e brisht. Ai kërkoi falje në një lundrim të gjatë, por në vend të mëshirës së qejve, ndeshi tërbimin e stuhis,
e cila kërcënonte, ta ndëshkonte atë për vetë dënimin e tij mizor. Zerbino, i cili tani e shikon botën me sy vërtet të mirë, të hapur gjerësisht, shëtit pa nxitim nëpër bregun e bardhë si bora të ishullit të tij. Me vështrimin e tij magjik, ai befas sheh larg përmes stuhis zhurmuese një anije që po pësonte një fatkeqësi të tmeshme. I riu nuk e di as pak se kush ndodhet në bord, por zemra e tij e re, e ndjeshme, thjesht nuk mund të lejojë vdekjen mizore të njerëzve. Ai ngre dorën me autoritet dhe thot me zë të lartë dëshirën shpëtimtare. Unë dëshiroj që kjo stuje tërbuar të qetësohet menjëherë dhe anija të shtyhet e sigurt dhe butësisht në brigjet e ishullit ton. Në të njëjtin moment, era e furishme qetësohet, rreth e zeza shpërndahen pa lënë gjurmë dhe anija e shpëtuar rrëshqet pa probleme mbi ujin e qetë drejte në skelën e mermert të palatit të tyre magjik. Kështu ai, të cilin dikur e hodhën pa mëshirë në fulat e oqenit, u bë vetë zbutësi i stuhis, duke u shtrirë një dorë ndihme atyre që po mbyteshin në të. Mbreti, mezi i gjallë nga frika e përjetuar, zbret në breg. Ai mahnitet nga bukuria e ishullit dhe nga madhështia verbuese e palatit që ja kalon kështjellës së tij. Përballë të huajit dalin sundimtarët e këtij vendi të mrekullueshëm. Monarku ngre syt dhe ngurtësohet, duke mos i besuar vetes. Para tij qëndron vajza e tij, e gjallë, e padëmtuar dhe duke rrezatuar nga lumturia. Dhe pranë saj, ai i njëjti druvar, por tani ai duket si një mbret vërtet i fuqishëm dhe fisnik. Pasi kuptoi thelësinë e rënies së tij dhe madhështinë e tyre të vërtet, babai i vjetër me lotë të hidhur bie në gjunjë, duke u lutur sinqerisht për falje. Zerbino dhe Aleli, zemrat e të cilëve janë plot vetëm me dashuri, nuk mbajnë inat. Ata e ngren me ëmbëlsi atë nga gjunjët dhe e përqafojnë, duke falur përgjithmonë të gjitha fyërjet. Dhe mbreti që kërkoi falje nga valët e ftohta, e gjeti atë në përqafimet e nxehta të atyre që dikur veti kishte dënuar me vdekje. Familja u ribashkua e lumtur. Mbreti i vjetër qëndroi gjatë në ishullin magjik, duke u mahnitur sinqerisht nga mençuria e dhëndrit të tij fisnik dhe lumturia e pakufishme e vajzës së tij të dashur. Së shpejti ata u kthyen së bashku solemnisht në Salerno, ku Zerbino dhe Aleli bën një dazmë të vërtet madhështore, të cilën me entuziazëm të madh e festoi e gjithë mbretëria. Vite më vonë, pas vdekjes paqësore të monarkut të vjetër, ish druvari i vetmuar u bë një sundimtar i mençur dhe i drejtë. Zerbino mësoi me siguri se asnjë magji që krijon palate luksoze të arta dhe anije përëlore nuk krahasohet me magjinë më të madhe në botë. Aftësinë për të hapur zemrën tënde për dashuri dhe falje të sinqertë. Dhe në mbretërinë e tij u vlerësua më së shumti jo magjia që përmbush tekat, por mrekulia e madhe e zemrës njerëzore. E aftë të shkri edhe akullin më të fortë. Dhe ata jetuan të lumtur për gjithmonë.